Prej fryteve dhe efekteve të para të misionit të dërguarit Allahut sallallahu alaihi wasallam si pedagog, mund të përmendim rezultatet e tij të para të transformimit të asaj shoqërie nga një shoqëri idhujtare, nga një shoqëri e cila ishte e zhytur në idhujtari dhe në bestytni, drejt një shoqërie e cila u çliru nga kjo robëri e idhujtarisë drejt njëshmërisë së krijuesit. Është interesante dua t'i përmend dy shembuj. Shembulli i parë ka të bëjë me një zotëri që i biri i tij ishte musliman, i kishte pranuar Islamin, Imrani, i biri i Husajnit, mirë po babai i tij nuk e kishte pranuar ende Islamin. Dhe një ditë i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam e takoi Husajnin, babain e Imranit, dhe i tha: "O Husajn, e kam një pyetje për ty. Sa zotra në ditë i adhuron?" I tha Husajni, unë i adhuroj 7 zotra. 6 i kam në tokë, ndërsa 1 e kam në qiell. I tha pejgamberi alayhis salatu wassalam, cilin prej këtyre 7 zotrave e shfrytëzon për nevojat e tua, shpresen kur ndihesh i frigum? Tha: ato që e kam në qiell, ato e shfrytëzoj. Atëherë i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam si pedagog i vërtet e kuptoi se ky njeri do të thotë kishte sensin, kishte logjikën. Do të thotë ata të thaj kam 7 zotra, 6 i kam në tokë, 1 e kam në qiell. I dërguari Allahut deshti me e bë dallimin dhe me e pa ky njeri apo logjikon me racion e tij, atë zotrat kur kam nevojë të kërkoj diçka, kur kam nevojë për ndihmë, kur nuk ndihem mirë, e zgjidh Zotin që e kam në qiell, jo këta tokës. Sepse nuk mund të bëjnë asgjë. Do të thotë ai në fakt e kuptonte se është duke vepruar kot, është një punë të kot. Atëherë i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam i tha: "O Husajn, nëse kishe me pranu Islamin, unë do t'i mësoj ty 2 fjalë, të cilat fjalë do të bëjnë shumë dobi dhe do të ndihmojnë në jetën tënde." Atëherë Husajni vendosi me pranu Islamin. Pasi e pranoi Islamin, pejgamberi alayhis salam i tha Husajni: "Më premtove se do të më mësosh ato 2 fjalë." Do të thotë, shihani metoda pedagogjike e pejgamberit alayhis salam kur ka diskutuar, kur ka debatuar me këtë njeri dhe si është mundu mënyrë të urtë dhe gradualisht me provoku logjikën e Husajnit. Kishte urtësi sepse nuk i tha vetëm largohu nga ky besim, nga ata zotra, por i ofroi diçka. Apo me përdor atë metodologjinë e nënçmimit apo të fyrjes që mund ta irriton. Apo mund të petë efektet kundërta që ta bën personin i cili ka si bindje të gabuara me këmbgul në të bindje të gabuara më shumë. I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam tha unë po të mësoj 2 fjalë. Tha thuaj: "Allahumma alhimni rushdi wa a'idhni min sharri nafsi." Tha luta Allahun, për fjala e parë thuaj: "O Zoti, më dhuro inspirim dhe frymëzim drejt të vërtetës." Me frymëza dhe me inspiro çdo herë drejt asaj që është e vërteta, që është e mira, që është e mbara.